Gjithashtu edhe unë i thëmë mirë mëngjesi këtu me neve kemi të uta Bytyqin edhe Adelina Puken. Mirë mëngjes të ut. Mirë mëngjes Adelin. Mirë mëngjes Edi. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm. Faleminderit për ftesën. Unë e di që ju zgjoj herët e s'kam nevojë më ju kërku falje, se zakonisht i kam do musafir që duna ka 10 herë mi thirr, mi vërtetuan çuma spor. Kështu që mirë se erdhët. Faleminderit. Ç'po ndjeni në këtë studio këtë live jemi këtë në qytet. Edi, fillimisht duhet për gëzaj edhe të uroj për këtë emision se me të vërtet je njeriu më pozitiv që kemi pa deri tani. Faleminderit. Edhe beso që në rutinat tona të përditshme kur shkojmë mëngjes në punë, hapi parë që e bëjmë një herë është ndezja Radio Gjakove se do të fillon Edi me ato alarmat zgjuse. Po, bilem duket dikush baton dashur, s'diem ke thon ti, ki kujtu që në alarmat e juaj. Po, që është alarmi i ndihmës shpejt. Po. Me të vërtet na përcjell një motiv, një energji pozitive për të filluar ditën në bar. Të uroj edhe të përgëzoj me gjithë shpirt. Shumë, pandet shumë edhe mu gjithashtu më erdh mirë kur Adelina më njoftoi që kemi marrë këtu në studiet e ju. Bile ditë kom disa përvoja që dhe ju e një ardhë mi vaksinu fëmijën e ju. Po, qysh jo, po normali kom. Bile unë i thesha kur visha me vaksinu, thesha kom librin e servisit. Si kerri, janë ata librat e kaltër, thesha për të jap librin e servisit djalit. Vakcinat, bash mirë që e përmendë, se pikërisht për vakcinat kena me folë për gjithënjen, kena me folë për trajtimin e nanave, për kujdesin, për frikën nashta që e kanë këto gjeneratat e reja, dilemat. Unë e mendoj prap duhet të jetë besimi ai i cili është numër 1 besimi mas parin krijuesin e mandej në gjanat që janë të verifikuar mo tash është sa shekuj. Se janë vakcinat kaq të rëndësishme pikërisht mujt parë të jetës bebes, mujt e parë në fillim. Po shumë, ajo dihet që vaksina është parandalimi, do më thonë, i smundjeve. Ma mirë është të parandalosh se të shërosh. Po. Sidomos në mujt e parë të lindjes fëmis, sepse vaksinohen kundër BCG-s, që të ne në Kosovë duhet pa tjetër, se në vendet e në zhvillim nuk aplikohet, Po. por këtu në Kosovë duhet të aplikohet, se për shkak të kushteve dhe kemi kontakte ma tepër me tuberkulozin, dhe kështu që duhet. Me njëherë si të lindë fëmija duhet të vaksinohet me BCG dhe hepatit B. Atëherë pas asaj vazhdojmë tek ne të qendrat tona të vaksinimit, në qendrën mos harrojmë ta përmendim edhe qendrën kryesore të vaksinimit që bën një punë të përkushtueshme dhe kemi një lidhje shumë të mirë me qendrat dhe komunikojmë mes veti çish duhet të aplikojmë, çka duhet të bëjmë me fëmijët edhe ata që nuk vaksinohen edhe marrim aksione dhe është shumë kjo një punë e mrekullueshme që bëhet për vaksina. Definitivisht, po shpesh printeri friksohen nga teoritë konspirative që qarkullojnë në vendin tonë. Mos vendin tonë kena pas edhe tash rastin me atë farë ç'po di çka është ai ja, çfarë më thon. Po, e kanë bile dhe kanë arrestu policia. Cilat janë mitet më të shpeshtat, edhe çka thot shkenca realisht në kundërshtim me mitin. Po, gjithmonë neve na vinë edhe nënat e friksuara, gjithmonë me çtot kur bëhet një vjeçë që kjo vaksina kundër fruthit shkakton autizëm, por kjo është ide konspirative dihet. Edhe gjithmonë mundohen mi bind ata vinë me atë frikën që nuk du mja bo vaksinën, por kur flasim që vaksina nuk është e vërtet që ka kriju autizmin. Autizmi nuk krijohet nga vaksina. Absolutisht. Ajo është diçka e lindun, edhe ata shkencëtarët edhe e dinë, por edhe ne mundohemi kështu që vaksina kundër fruthit nuk ka të bëjë me autizmin. Definitivisht është e dëshmuar kjo. Që unë po Adelin. Studim, do të thonë është vërtetu që numri i të prekurve me autizmin është në rritje ndërkohë që numri i vaksinave është në rrabje. Si ka mundësi të jetë këtu? Unë po dyshoj mësë është e kundërta. Mësë është problemi mosmarrjes vaksinës autizmi. Edhe në fakt na nuk mujmë thon autizmi, po mujmë thon spektri autik. Po spektri autizmi. Spektri autik sepse autizmi është shumë i përgjithshëm.
me shumë, do më thonë, është si natyra. Nuk është diagnozë definitive. Po, spektri autik i cili mrenda për mrenda saj ka aq shumë elemente, ndoshta mikro të vogla, të cilat nuk mujnë me qenë gjitha prej, edhe unë e pajtona. Adelin, për du me dalë pak tek gjithonja. Gjëja më e bukur në botë. Po, pse është ushqimi më i mirë për bebën? Fillimisht duhet ta potencoj sepse e tha dhe më parë që është ushqim që e ka dhënë Zoti. Për këtë arsye duhet më rujt fort. Nuk është shkencë, nuk është natyrë, do të thonë është një dhunti, një dhuratë që është të çdo nën, secila nën që ka që e fillon planifikon një shtatzani, do të thonë që prej momentit të ngjizjes deri në paslindje, aty është edhe procesi. Po. Qumshti i gjirit fillon në trimestrin e 2 të shtatzanisë. Do të thonë është prezent. Për atë arsye është e siguruar edhe pjesa e ushqimërisë së fëmisë, përderisa ekziston shtatzania. Mirë po, na kemi pas kontaktet me nana, kemi pas që kanë një bagazh të mangët lidhur me njohuritë të qumshtit gjirit, se si duhet vepru, si duhet menaxhu. Në fakt kemi vërtetuar, kemi nxjerrë si pikë fort, më thonë që ka qenë mos menaxhimi i pjesës qumshtit gjinit, dhe më thonë pas lindjes. Po. Në trimestrin e 2 tash ekziston qumshti i gjinit, mirë po janë disa frena që mbajnë qumshtin e gjinit derisa kryhet procesi i lindjes. Momentin kur kryhet lindja, shkputet placenta, automatikisht i jep trupit sinjal që duhet me e fillu rrjedhshmënia e qumshtit gjinit. Po. Kuptohet në masa të vogla, do të thonë jo rrjedhshëm, por për atë arsye preferohet më një herë të vendoset fëmia në gjinë në mënyrë që të fillon rrjedhshmënia, do të thonë prej ngadalë të fillu deri në Adelin, disa nëna, sidomos jo dhe pak nëna, mendojnë se nuk kanë qumsht. Kjo është mit. Sa është e vërtet kjo dhe pse ndodh ky perceptim? Pikërisht për ato jemi ne kujdesi parësor që kemi promovu fuqishëm dhe ju them me bindje të plot që është arrit një potencial i plot lidhur me edukimin dhe vetëdijesimin e nanave për të pas menaxhim të pjesës së ushqyerjes me qumshgjiri. Domethënë duke ju falendëruar vullnetit punëtorëve, vullnetit infermierëve, duke ju falendëruar programit për vizitat në shtëpi që kemi trokit derë më derë dhe kemi çu edukimin dhe kemi bë promovimin e qumshtit gjirit në mënyrë që t'i largojmë formulat. Dihet tash që kemi pa edhe llojin e formulave që kanë dalë të kontaminuara me bakterie. Mirë po ne si kujdes parësor gjithmonë i kemi larguar dhe kemi bind nanën që qumshti i gjinit është prezent, vetëm duhet menaxhu. Unë mund të theksoj që ka qenë edhe njëra ndër kolegët e juja që e ka përjetu, do të thonë ka qenë fillim me qumsht formul, mirë po me vizitat tona nuk kemi qenë. Pidon pse te? Velsa edhe është bindë dhe është njoftuar alo më tepër lidhur me benefitet e qumshtit. Sa është periudha e gjatë që njëj posa lindur duhet me ushqime gji. Sa duhet? Sa duhet prit? Do thonë den klas 5, ta kum pas djalin gjiuar për shumë gjatë. Shkëpidoni den 7 nga bigje. Më ka ndodhur me një nan kur e kom pa, domethënë kur ka bë gati valigjen për lindje, në valigje ka qenë edhe shishja me biberon, me formulë, me posa lindur. Jo, kur ish bë gati më shku me bë lindjen, domethënë në spital. Në momentin kur e pyet se ç'duhet kjo shishe, ç'duhet biberoni, po nëse s'kam gji. Po, beba del domethënë kjo është një animali, domethënë një mosnjohuri e nanave. Se thua del ti unë për shtëpisë? Jo, pasa edhe del për shtëpisë nuk del unë. Qumshti i gjinit, sidomos te prerjet cezarane, mund të zgjat deri në 72 orë. Por që fëmia duhet patjetër mbas lindjes brenda një orë duhet të afrohet në gjinin e nanës. Fëmia lind me reflekset e thithjes dhe për atë arsye duhet vendoset në mënyrë që të fillojnë pikat e para të qumshtit gjirit që janë shumë të rëndësishme, që mandej fillon kullostra dhe fillon faza e tranzicionit deri në momentin kur fëmia dëshiron vetë ta lënë qumshtin e gjinit. Shumë bukur pra. Mua e mand Fidan, ja shpjegon grus aty. Jo me marrë aty me biberona me
kemi has. Me hop kontrolloni sigurimin. Do të theksoj edhe këta, me që jemi këtu. Do të theksoj edhe pjesën e orareve të çumshit xhirit. Kam vërejt që të shumica nanave po vendosin orare të ushqehet foshnja 2 deri në 3 orë. Unë ju them të gjitha nanave këtu që termi orarit 2 deri në 3 orë është termi gabuar i të perceptuarit dhe i të menaxhuarit, për shkak se fëmia mund të qëndroj 2 deri në 3 orë, po jo të lihet pa pi 2 deri në 3 orë. Do të thonë, këtu është gabimi që nuk është kuptuar prej ta quaj ashtu ndikimeve apo qofshin pjesëtar shëndetësor. Nuk ka orare, nuk ka kohë caktuar se kur duhet pirë. Do të thonë, fëmia ushqehet sa herë don vet, po jo të lihet më shumë se 1 orë. Definitivisht. Për shkak se ajo tretësirë nëse mirret, do të thonë tretësira parë mirë diku rreth 30 ml që prodhon trupi nanës. Menaxhohet ashtu si e programon fëmia. Nëse merr 30 ml, trupi nanës prodhon 30. Nëse merr 40 ml, prodhon, do të thonë është e menaxhueshme e koordinuar mes nanës dhe foshnjës. Është një prototip. Jo se si ka rrit kuishi ose ka shi ose një antar i familjes. Që kemi këtu Valbona, po thotë përshëndetje Edi, jeni emisioni më i qelluar. Përshëndetje motrat në studio për punën, posaçërisht motrën Adelin, për punën e palotshme që bën Valbonia. Valbonia, faleminderit Valbonia. Valbonia është një ndër infermierët e programit për vizita në shtëpi që me të vërtetë e kryen edhe Valbona një punë të mrekullueshme. Jemi 11 veta, do të thonë ekip që vazhdimisht jemi në terren dhe kemi bën një punë të mrekullueshme për të vetëdijsur nanat. Gjithashtu edhe Driloni, po thotë, e pas emisionin më të mirë shaka dalën më rivi Top Radio. Ku i shira dy Gjakovës të fala, kë Driloni është dëgjuesi jon më i parë, të fala, po thotë, musafirëve shumë edhe i rujt Zoti. Po më intereson Adelin, është normale dhimbja në fillim gjatë gjithënjes edhe çështje shmang. Bravo, shumë pyetje e bukur. Ndëgja. Nanat marrin teori, ta them kështu një trajnim të vogël, një 10-15 minutë, po mungon praktika. Për atë arsye kemi në qendrën kryesore të mjekësisë familjare kemi klasën për promovim edukim shëndetësor. Sakt, për shtatzana dhe për lehonat, ku aty marrin sesionet se si duhet veprohet ose si duhet të ushqehet një fëmijë dhe çka pritet në ato, për mos më befasu, mos më. Po. Dhimbjet janë nëse nuk menaxhohet në rregull. Në momentin kur pozicionohet fëmia, do të thonë shumë është e rëndësishme pozicionimi i fëmisë në gjirin e nanës. Nëse nuk pozicionohet mirë, atëherë fillojnë dhimbjet apo vazospazmat që i quajmë na. Do të thonë fillojnë prej spazmave prej kraharorit për shkak se i bën presion te vazospazmat që janë çarje të thintave të gjirit që i japin problematika, edhe ato dorëzohen. Jo se nuk mujmë i ushqy dhe fillojnë me formulë. Por menaxhohen, do të thonë vizitat tona të shpeshta, menaxhohen në mënyrë më të rregullt, në mënyrë që ato të zbuten dhe mos të kenë telashe dhe mos të kenë problematika tutje për pjesën e ushqyeshmërisë. Është një detaj i vogël, por që gjithmonë e kemi, do të thonë, vazhdimsi që i japim dhe i mësojmë gjatë gjithë kohës nanat për mos me pas problem këtë pjesë. E kur fillon ushqimi i shtesë tash? Ushqimi i shtesë, po. Organizata botërore e shëndetësisë rekomandon 6 muaj strikt të jetë vetëm me qumsh xhiri. Do të thonë vetëm me qumsh xhirit. Pa shtu çaj, pa shtu ujë. 60% e qumshit xhirit përbohet nga uji. Pjesa tjetër është me benefite, do të thonë që është një listë gjatë e benefiteve, përfshi këtu edhe imunoglobulinet, do të thonë që mungon në qumshin formul. Deri më sot shkenca evolon çdo ditë, deri më sot nuk kanë arritur që me dupliku, do të thonë nuk kanë ndonjë variabël që duplikohet sistemi imunitar në qumshin formul. Kjo është e bukur, për atë them është dhuratë e Zotit. Është qumsh njeriu, do të thonë që është i përbërë nga gjaku i nanës, që përmban proteina, yndyrna. Po andikon gjendja e nanës, stresi për shembull, po shumë ndikon. Në kualitet andikon lodhja, ushqimi jo i mirë. Ushqimi jo i mirë i nanës për shembull, andikon edhe te cilësia e qumshtit. Jo. Qumshti është i njëjtë, nuk ka qumshti. Qumshti është në çdo anë, është i ndërtuar thashë ka benefitet e një listë gjatë e benefiteve, por që thashë mungon edhe në qumshtin formul. Imunoglobuline, duke përfshi IgG dhe IgG, do të thonë i prodhon vetëm trupi i nanës, në këtë rast e bartë e fëmia.
Kjo është e bukur, është madhështia që është që e nanës që e bart. Është produkt që prodhohet prej gjakut, do të thonë prej vitaminave, përfshi këtu edhe sistemin imunitar, që shkenca thot deri në moshën 80 vjet mos e bëjt dert atë fëmijë mos e ka ndërtu sistemin imunitar. A ndodh për shkak ndaj grua ku i shive më konë fort më jap këtë mallës di. Është fort, e fuqishme. Edhe nuk e beson sa kemi. Që ku thotë kjo unë po më jap këtë mallës di. Jo, nuk e beson sa kemi kanë një herë të lashet me mitet edhe zakonet. Unë di që duhet të ruhen disa zakone, po jo të teprohen me disa mitet, sikur që janë, se shumica nënave dorëzohen. E thanë më herët që gjendja e nënës ndryshon pas lindjes, është sistemi hormonal që rregullon, domethënë çon në atë mas që mos me pas besim te vetja vet. Para 2 dite kishim një sesion me klasën për nëna, unë ka qenë e bukur kur një nënë thotë kam qenë shumë e mjegullune, kam qenë e tymosne, por sot besoni që është mu frymëzu çdo qelizë e trupit me oksigjen. Në momentin kur është një profesionist shëndetësor afër, një personel shëndetësor, unë e shoh aty që rritet vetbesimit e nëna, edhe fillon e beson, do të thonë ato dukuri që i japim në ato këshillat që i japim na lidhur me pjesën e ka nevojë edhe për këshilla psikologjike për gjithçka. E sidomos edhe ka nevojë, unë mendoj që në ato momente këshilla më e fortë është këshilla partnerit. Duhet të jetë për kraja, sepse këtu e dim... Ti sigur me qenë asistent, për më duket. Unë jam ChatGPT-a. To e maskën. Edhe në fushën e psikologjisë, kur kemi kryer trajnimet, studimet, e pika parë që është për kraja e bashkëshortit. Edhe për me stimulu qumshtin e gjinit të nëna, thuhet që duhet vendoset vetëm dora në krahun e nënës. Edhe nëse nuk flet asnjë gjë. Vetëm të qëndron afër, të qëndron afër, ti vendoset dora në krahun e nënës derisa nëna është të kryej procesin e zgjidhjes. E bukur është kjo. Por që ato gryja më ala është të jap fëmijëve gjin, jonin klasë 9, jonin 5. Po e gore. Bashkimi nga Austria, vëllai përshëndetje Edi juve dhe zonjat në emision. Zonja Adelina Kumnova Puka dhe zonja Teuta Luka punojnë për popullat e jo për rrogë. Bravo. Adelina Ina është shumë humane, e them pasi që një qysh në veçli në sjelljet si humanitare. E mahallës honkës mo, ju rej gjithat mira. Pikës e donkës, faleminderit shumë. Na përndryshe Adelin dhe Teut kemi ndëgjues së shikuesin këtë botën. Nashta ajo duket e palogjikshme, po kemi në Zvicër, Suedi, Danimark, Norvegji, Holland, kemi Sokol Hotin që për na përshëndet edhe neve dhe juve nga Hollanda, Finland, ku tjetër. Përshëndetje për të gjithë, unë ju them edhe këtyre gërbeçarve kanë qenë disa për Zvicrës kur kanë pa emisionin, në fakt kur kanë pa programin që kemi trajtuar një familje, një nanë me një fëmijë, është befasu, tha që ka mundësi Kosova, po më vjen mirë tha që ka hec me këto tipare, tha se edhe na e kem, po jon çto për masa që është pas këtu. Kështu që jemi tu afru. Po më intereson pak me Teutën me fol për te vakcinat. A ka raste kur vakcina shtyhet për shembull ose nuk rekomandohet përkohësisht? Për shembull kur ju e vlerësoni ato, dhe cilat janë ato raste? Po rastet kur janë fëmia nuk është mirë të mutet dhe kështu që duhet të shtyhet. Do ajo vlerësohet nga ju. Po vlerësohet nga mjeku jon, mas pari drejtojnë te mjeku edhe mjeku vendos atëra mu vaksinë. Sa është ky afati që shtyhet për shembull? Muj edhe 1 javë edhe 2 javë, po në rastet rralla mundet edhe nga 1 muj mu shty për shkak të fëmisë, gjendjes fëmisë. Normalisht. Për këtë arsye edhe muj mi shty vaksinën. Po më intereson Teut cilat janë reagimet që normale që prind duhet me i ditë dhe mos më shqetësu. Reagimet normale për shembull pas vaksinimit. Ato janë reagime normale që reaksionet e vaksinës i japin si gjendje gripoze, japin temperaturë dhe fëmia njihet i padisponun. Për këtë arsye vetëm i rekomandojmë, i këshillojmë nënat mos u shqetësohi, se kjo është reaksion normal i vaksinës, kur gjë nuk është këtu për mu shqetësu. Edhe i rekomandojnë për me marrë analgetik mas 2 ore, do më thonë, në qofë se kanë temperaturë... Është gjithçka normale. Gjithçka është normale. Proces normal. Po, krejtë është proces normal. Çka rrezikon Teut një fëmijë nëse nuk vaksinohet? Çka rrezikon ai për veten e vet dhe për rrethin në të ardhmen? Ajo dihet që rrezikon edhe si për veten e vet, se ai
ai e ul, ai do të thonë imuniteti nuk e ka sikur ata fëmijë që janë vaksinu. Nuk është imuniteti është shumë i dobët. Sepse shumë shpesh dëgjojmë që thotë imuniteti është natyror dhe mjafton ajo. Jo, nuk mjafton se këto sëmundjet e rralla që janë këto për shembull çdo që vaksinohen fëmijët, këta nuk mundin me pas imunitet ndaj difterisë të anusit e këto që i kemi vaksine atë hepatite këto nuk mundet me pas imunitetin fëmija pa u vaksinu. Kështu që shumica thotë, i përmendin filan fisteki, nuk e ka vaksinu fëmijën edhe mirë është. Po, ai nuk e ka vaksinu se është me një rreth të vaksinuar, edhe nuk ka kontakt me atë virus. Po në momentin që ai shkon në qerë dhe nesër mas nesër. Po, edhe ai ka me imunitetin për to. Imunitetin që ashtu. Po që thonë ndofëm smuhet fëmija në qerë dhe e kum hekë se po më smuhet. Në është një fenomen që ndodhet të gjithë fëmijët, nuk shkruan askund, por si fenomen, shumë e vërtet, ndodhet të gjithë fëmijët. Po më intereson, vakcinat janë detyrueshme në Kosovë, po? Janë të detyrueshme edhe pse është marrë ky vendim edhe kur është marrë ky vendim? Ky gjithmonë kon. Gjithmonë domethënë po. Gjithmonë kon vendim, po tash i mas luftës edhe ndodhen disa pa rregullsi e jo kështu. Edhe para luftës ashtu të kemi pas pa rregullsi, jo për shkak të vaksinave, po për shkak të situatës. Kështu që edhe disa një periudhë kanë me pa u vaksinu edhe fëmijët me vaksinë kundër fruthit, edhe mas tash bile kemi pas raste që edhe mas luftës para disa vjete që veç u përhap fruthi për shkak që fëmijët nuk janë vaksinu me fruth kohën e para luftës. Domethënë ti mbyllim këto dilema një herë për gjithmonë. Tu nuk ka dilemë se vaksinat njerëz me konspiracione, po informata duhet të jetë e drejtë edhe të besoj mjekësinë. Ashtu është. Gjakova ka qenë me mbi 110% e suksesshme për punën e vaksinimit. Domethënë kanë qenë të falëndruar prapë vullnetit punëtorëve, infermierëve dhe gjithë stafit atje. Mirë po, ka shumë faktorë, siç e tha te Uta, janë shumë faktorë që kanë bërë lëvizje të vendbanimeve, domethënë një pjesë kanë lëviz në shtetet jashtme, një pjesë në kryeqytet dhe ndrimi vendbanimeve dhe ka po du tash Adelin me ta bëni pyetje për nanat që punojnë edhe që kanë karrierën në plan të parë. Edhe që dojnë që në karrierë tash unë e di që puna është e domosdoshme, puna është e nevojshme për familjen, për rrethin, për shoqërinë, po ç'është me menaxhu gjithanin këto nanat që punojnë, për shembull, kemi has shumë shpesh në këto nana, vetëm që duhet të theksoj që punëdhënësi e ka të rregulluar me ligj që lehona duhet të lirohet për pjesën e ushqyeshmërisë bebes me qumshgjiri. Domethënë është një zgjidhje, por që është zgjidhja tjetër, që është edhe pumpimi i qumshtigjirit nëse është me një orar gjatë, që ruhet në temperaturë të dhomës, domethënë qëndron deri në 4 orë, ruhet edhe në frizë, domethënë në temperaturë. Mas 4 orë që se penja e burrit hanë si kot. Përdoret, domethënë përdoret edhe për ushqim. Përdoret edhe për ushqim? Po, përdoret edhe për ushqim. Shih, në vendet e Evropës, domethënë, unë shpresoj që edhe tek ne të procedurohet, domethënë sa më shpejt. Ka nëna që japin vullnetarisht qumshtin e xhirit. Domethënë kanë kry pjesën e gjithëdhënies, nuk dojnë më me bë procesin e gjithëdhënies, po japin si donacion. Edhe është vendi ku donatohet qumshti i xhinit, ruhet dhe jepet për ato që kanë nevojë. Domethënë e kanë planifikuar për çdo institucion, po. Por që shpresojmë që edhe të nani ditë të vijë dhe kjo procedurë të ushtrohet. Përveç se ruhet, domethënë e thash që është edhe ndërtuar me rregullore që nana duhet lirohet patjetër që të shkojë dhe ta kryej procesin e gjithëdhënies. Nuk e kemi parë një problematik, vetëm nëse nana është kategorike. Edhe u bë si mod kjo punë edhe në kafe që vjen aty s'po kanë ai. Basketbollistja më e madhe në botë, e ki po, ndërprejnë lojën, domethënë fushën e basketbollit, ndërprejnë lojën mes të fushës edhe ushqen fushnin me qumshgjirit. Kjo është një mesazh dhe një model se nuk duhet as kujt i vi turp ta ushqen fëmin aty ku është. Definitivisht. Adelin, e folëm, i ram rreth rrotull e folëm e diskutuam, po më intereson edhe një pikë gabimet që i bëjnë shpesh në javët e para të lindjes, që s'duhet mi bë nanat. Domethënë gabimet e para, dorëzimi me një herë nanave, se mendojnë që me një herë duhet me fillu rrjedhshmënia dhe aty është dorëzimi total. Po.
durimi, jo, s'ka sabër. Që ka thonë Vullneti. Edhe si mit i zakonshëm është, unë nuk pata valla, unë nuk pata mirë. E arsyton edhe vetën. A ka qenë dikush personel shëndetësor që ka verifiku që ti nuk ke qëmë zgjini? Jo, valla punë se pata, për mirë, ku e ke verifiku ti? Po qëta ashte, si me thonë, Adelina kish për fëmijën e vet, unë s'kisha dhe këtu është si problematik. Dal nga dal, tu arrit vetbesimin, dal nga dal, tu e motivu dhe dal nga dal, tu e shti sa më shpesh fëmijën në xhi, e sheh edhe bindet, domethënë që qumshi i gjinit është prezant. Kemi pas një nanë me lindje të tretë, ku 2 fëmijë i ka ushqyer me formul me bindjen që nuk kam, edhe sa herë kemi shkuar në fëmijën e tretë, kemi shtin në xhi, kemi shkuar dhe na ka u lut. Shumë herë kemi pas edhe në takim atje me gratë nëna tjera, kur thot Adelin, të lutem mos e munda se është e kotë. Po mirë provojmë edhe këtë herë, po mirë dhe provojmë, sot thot unë hala nuk muj me marrë me manë se si ka mundësi ky fëmijë që ushqy me qumshgjirit. Këtu është dorëzimi i nënave me një herë, domethënë thash që edhe gjendja emocionale pak i rëndë. Jo, absolut nuk bën. Edhe për atë arsye për mos më dorëzu është programi për vizita në shtëpi. Është klasa për nëna, kujdesi parësor, domethënë gjithmonë në mbështetjen e domethënë mesazhi yt për sot sepse erdhëm në fund është mos u dorëzoni. Jo, absolut, përderisa ne jemi aty nuk ka dorëzim. Pikërisht. Teut po më intereson duke ditë ndikimin e rrjeteve sociale, ndikimin e njerëzve të besimeve të ndryshme, fjalët, mitet për vakcinat, po më intereson çfarë mesazhi kishe me jap edhe ti, sigurisht Adelina, që do të mos u dorëzohi, prindërve që janë në mes të frikës së përgjithësisë për fëmijën e tyre. Domethënë është një frikë përgjithësia, ajo nuk është ndoshta te i kalon dilemën e rrjeteve sociale, po është një pikë e përgjithësisë. Po sigurisht edhe mesazhi im është mos i leni fëmijët pa i vaksinu, se forma më e mirë e mbrojtjes fëmijës juaj është vetëm imunizimi, vaksinimi i fëmijëve, sa më shumë t'i vaksinojmë fëmijët. Se nuk është për më friksu, të këto janë sigurune nga UNICEF-i. Do janë verifikune po. Me neve miqtë të dashur, koordinatorët e programeve të ndryshme, si për shembull Teuta Bytyqi, programin e vaksinimit të bebave, dhe Adelina Puka, koordinatorë e programit për vizita në shtëpi për grashtat zëna, për bebe. Pra, çka më thon tjetër, na lën çto folim ton ditën, se unë kam qef me fol gjana që janë në favor të publikut, e sidomos në favor të nënave që presin fëmijë. Kështu që unë ju falenderoj shumë që erdhët. Faleminderit shumë Adelin. Edi, faleminderit juve, nëse më lejon me bë edhe disa falenderime. Adin, po do mi përshëndet me tregu që u bë super reper, mi uru nëse ata buna unë. Përndryshe Adioni është djali i Adelinës, është njëri prej yjeve të reja që ka filluar me qitë kryt, po i urojmë shumë sukses edhe më smerit mendën. Suksese gjithashtu. Do të falenderoj fillimisht menaxhmentin e kujdesit parësor, drejtorinë e shëndetësisë, Ministrinë e Shëndetësisë, UNICEF-in që ka bënë një punë të madhe dhe na ka mundësu bukur një lehtësim na ka dhënë për pas qasje sa ma lehtë me nënat edhe për pas qasje sa ma lehtë edhe me pjesën rurale, si dhe aksionin për nëna dhe fëmijë që gjithmonë kujdeset për të pas një rezultat të suksesshëm lidhur me zhvillimin e fëmijëve, sesioneve të ndryshme, edukimin dhe promovimet të ndryshme, sidomos të pjesa shoqërisë me qumështiri. Kur jemi të përshëndetje, i përshëndesim edhe kolegët e juaj që me siguri na janë tuna po. Përshëndesim të gjithë, edhe i përshëndesim partner ton, siç është për shembull Neptun Kosova. Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet çdo ditë, jeto më mirë çdo ditë. Partner ton fshatin e Gjelbër, miqtë mi të dashur, një hapësirë prallore mbi tokë, ëmbëltorën nga Peja në Gjakov, Agusholli, Neoplast dhe hotelin 12. Shihemi nesër, miqtë mi të dashur, ju dua shumë. Love you forever and ever. Hey. Mirëmëngjes, Kate Best.
A ma mirë këtu, a atje?